unë do t'i këshilloj që të mos I ndjekin modelit tilla, sepse ato kanë një qëllim të caktuar. Domethënë ai ka shkuar deri aty nëpërmjet një stafi që ka nga mbrapa, pra nuk është se është një individ I vetëm. Dhe ky staf mbështetet nga kompani shumë të fuqishme, të cilat janë nga mbrapa, edhe që sponsorizojnë, që dhe ai në një farë forme fillon pastaj bën reklamën dhe kështu krijohet një zinxhir I plot. Por ajo që mua më vjen një obsesion. Po, patjetër, në mënyrë pa diskutueshme. Unë kam pasur raste, për shembull, para disa vitesh ka ardhur një zonjë tek palestra ku unë punoja, në një palestër tjetër, ka ardhur duke qarë me një kuti proteine në dorë, edhe më tha pse ja keni shitur djalit tim këtë kutinë, ndërkohë që ne në fakt nuk shisim proteina aty dhe ja kam shpjeguar zonjës që nuk e kemi shitur ne. Dhe po që thash, po pse e ke marrë me kështu, sepse kam dëgjuar tha që këto tha të marrin dhe jetën, tha, këto janë shumë të dëmshme. Pavarësisht se proteinat nuk janë aq shumë të dëmshme, domethënë proteina plur, pra kur bëhet fjalë pastaj për më tej, ai është problem. Duke ja shpjeguar, por ai kishte edhe një moshë shumë të vogël. Dhe atij ja kishte këshilluar dikush që nuk merresh me palestër, as nuk ishte eksperti I fushës, dhe ai kishte vajtur, kishte gjetur lekët dhe kishte blerë dhe po e përdorte. Dhe në këto raste duhet pasur shumë kujdes, sepse nuk mund të përdorësh një suplement që e para punës ty nuk të jep një profesionist. Dhe e dyta punës kur ti ke një moshë të vogël. Sepse nëpërmjet ushqimit ti mund t'i marrësh patjetër. ato vlera, qoftë proteinës, qoftë fibrave, qoftë karbohidratave.